Në takimin e 20 të Komitetit të Stabilizimit Asociimit Shqipëri-BE, raportuesi i BE-s për Shqipërinë Andreas Schieder vlerësoi progresin e vendit dhe theksoi se procesi i integrimit evropian duhet të përfshijë të gjithë territorin, jo vetëm kryeqytetin. Schieder theksoi gjatë fjalës së tij rëndësinë e zhvillimit rajonal dhe përmirësimit të standardeve të jetesës si pjesë thelbësore e afrimit me Bashkimin Evropian. E njoh Shqipërinë për një kohë shumë të gjatë dhe kanë parë shumë zhvillime që kanë ndodhur në këtë vend. Duhet ta vlerësojmë vendin për gjithë progresin që ka bërë deri tani. Nëse e shikojmë Tiranën, shikojmë përmirësimin në standardin e jetesës, do të shikojmë se është zhvilluar vendi vetëm në disa vite. Integrimi s'ka të bëjë vetëm me kryeqytetet, me Tiranën dhe Brukselin. Nuk ka të bëjë vetëm me Tiranën, por me gjithë vendin dhe zhvillimin në rajonet malore dhe rajonet e tjera. Politika sjell gjithmonë shumë çështje që mund të diskutohen, kemi dëgjuar shumë, diskutuar shumë, dhe kjo është e rëndësishme, tha Schieder. Raportuesi i BE-s e përshkroi Shqipërinë si pararendse të proceseve të integrimit, duke vlerësuar ecurinë e deritanishme të reformave dhe përpjekjet për të përmbushur standardet europiane. Procesi i integrimit evropian është shumë i rëndësishëm dhe urime. Ne do të themi që edhe Komisioni Evropian e ka quajtur Shqipërinë një pararendse të proceseve. S'ka të bëjë vetëm me hapjen e kapitujve, por edhe me mbylljen e tyre. Gjithë ky ndryshim i shoqërisë dhe zbatimi është ajo që kuptojnë qytetarët me politikat e huaja, luftën kundër korrupsionit, ekonominë, mjedisin, standardin e jetesës, por edhe ndryshimin e përgjithshëm në shoqëri dhe çfarë presin njerëzit nga BE, është situata e Shqipërisë që e ka bërë këtë të mundur, shtoi Schieder. Në fund të fjalës së tij ai njoftoi se viti i ardhshëm do sjellë raportin e ri për Shqipërinë, duke theksuar se një vit është shumë i shkurtër për të përmbledhur të gjitha zhvillimet që priten. Bashkimi Evropian nuk ka të bëjë vetëm me politikat, por me jetët e njerëzve, përfundoi Schieder.